Parlamentit çek. Po, imunitetin pra, po jo hetimin. Hetimin nuk e ndalon dot parlamenti. Jo, prit pra, ka dy ndryshime. Mos bëm tani historisë, më tregove një kolegu juaj të ftonte në emision palit për Sharp Profeta dhe të kishte ftuar për luftën antifashiste nacionale shëntar. Tani ne flasim këtu. Është tema ditës ballukut. Po mi mal do malesh fjalia. Por ne ku ndryshon shumë shumë. Po jo me një fjali, po ai të lindet. Normalisht ka gjallë. Pavarësisht se s'kan diçka me dhon. Normal. Atë ka ditë Sa ai ka qenë partizan vetë. Një sekondë. Shikoj. Atë vetëm kokë. Ne ka gjë, do ta bëjmë komike debat. Jo, por jam shumë serioz. Një shive ç'a ndodh me imunitetin që mbajti parlamenti çek, nuk lejohet as hetimi për sa kohë është kryeministër. Në rastin e zotit Rama, imuniteti thjesht garanton mandatin e parlamentit, por nuk ndërpret procedimin, hetimin, gjykimin dhe dënimin. E Ramës ne nuk mund të zhvillojmë këtë bisedë. Unë kam për mikun për Beratin, kam një pyetje. E mendon ti që dalja e Ramës bashkë me Vučićin është një presion ndaj Brukselit duke i thënë që unë kam rrugën alternative? Se kjo është ajo që po diskutohet sot në gjithë Europën. Para disa ditësh në Politico për Malinezi. Po në Bruksel ka vajtur kryeministri, po negocion traktatin e antarësimit. Dhe të gjithë kanë parasysh që duhet të respektojnë shtetin ligjor, shtetin e drejtës, ndarjen e institucioneve për të mos futur kalin e Trojës, që kjo e përsërit disa herë, po është si rezultati konkluzioneve që ka arritur Këshilli Evropian dhe në këtë mënyrë Rama e ka ndarë Shqipërinë. Domethënë, kjo është fatkeqësia e madhe e Shqipërisë, duke treguar një rrym është bashkuar me armikun, domethënë, e interesave të... Çfarë do themi pastaj? Ku të më... Ore ne shqyqyr të ty, po nuk kën, vetëm po iku kë. Unë jam për të, do hypin, jo me atë jo. Ai në një pozicion tjetër, diku aty afër në Durrës Anëqer ose në një vend tjetër, po me atë ne nuk hym në be. Ai është, shiko, ai do mbahet në histori më keq se Dumbaba. Do me thënë se Axhi Qamili, sepse dihet që në histori ka qenë në rasti që Axhi Qamili në kohën kur Europa kërkoi të afronte gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor pas ndarjes së perandorisë otomane që të krijonin lidhje, domethënë me perëndimin, me Prymën, me zhvillimin e me tjera, ai ziu aq ishte katunar, fshatar, thoshte Dumbabën. Ky e bën për qëllim tjetër. Ky e bën për pasurinë, për atë madhështinë që kërkon që të drejtoj kundër interesave të shqiptarëve. Prandaj, duhet ta kuptojmë këtë që ky po na shmang nga e ardhmja europiane dhe nëse ky po pse do të shkosh në Europë? Pse do shkojnë në Europë? Sot, pse do të shkosh? Se unë do të them dakord as me Ramën me çun në Europë sot. Shiko, unë tani hyn debate të tjera. Jo, dakord. Ti mund kesh edhe iden që si Rama që hajde lidhem me mbretëritë me mbretëritë. Rama do më mçun s'du, jam mirë kështu. Si jam mirë ti? Jam mirë, shumë mirë kështu. Që e mirë ato po e shikojnë po. Jam mirë kështu. Është s'ke nevojë ta thuash. Pse do më mçun në Europë se marr vesh? E shumë i qartë. Po ambasadori. Jo, pse ambasadori do të çon në Europë? Ambasadori do të shkojë vetëm ose ti rri aty ku ish. Po pa ti thash pa. Ti po dush rrjedhën 5. Po na ka 1 milion të shqiptarë për europian. Europa për shqiptarët vetëm një fjali. Europa për shqiptarët është edhe përkatësi se kujt i përket e ardhmja e tyre. Kanë dëgjuar gjithmonë. Unë europian. Ambasador. Avanti përgjigj Berat. Prej vitit 2013 deri në vitin 2025 Kroacia i ka marrë nga Bashkimi Evropian fonde për vende të pazhvilluara në kohën e BE-s 13 miliard dollar. Pra njëna prej beneficioneve që e ke prej BE-s, para po. Patjetër për investime. Greqia 20 miliard për infrastrukturë. Shqipëria do të merrte edhe shumë më shumë sepse standardi se fondet e BE-s ndahen varësisht prej GDP-s per capita vis-a-vis mesatarës Bashkimit Evropian. Por Shqipëria ka më tultën, prandaj që pra, nëse dojmë u bë cinik edhe vetëm aspektin financiar me këqyr, mjafton edhe vetëm ky aspekt që Shqipëria duhet milion gjitha anash edhe mu antarësuar në Bashkimin Evropian, sepse çdo vend i Bashkimit Evropian pas sërish vendet e lindjes